Kur Jezus i thot kini besimin e një fëmije, ta thot pikërisht këtë. Bajni besimin tuaj të thjesht dhe pa komplikime, që përkthyer do të thot, jeni tek ati juaj dhe i thoni, merre dhe rregulloje. Shëroje. Shikoj marrëdhëniet e thyra në familjen time, në punë, me njerëz. Shikoj ëndrat e mia. Shikoj gjithçka që dua. Gjithçka që është në vullnetin tënd dhe s'është në vullnetin tënd. Silli në një rend të caktuar, rregulloje. Kjo është lutje që Krishti na zbulon. Jo një lutje nga distanca, por lutje nga vetëdia e dimensionit të përkatësisë. Ti ke një atë qiellor. Dhe ky atë i qiellor është me një front të madh, të padukshëm për sy tan fizik. Por ai mbetet jetë krijuesi i universit, i gjërave që shihen dhe që nuk shihen. Ai është Perëndia i gjithë pushtetshëm. E ai ju zbulon veten e tij ju si ati juaj. Ai është në fron.